Profeti i gëlltitur nga peshku. Historia mëhnitse e profetit Yunus a.s. Moti filloi të përkeqësohej dhe era nisi të ulëri. Një anije po lundronte në mes të detit. Ekuipazhi i saj po bënte gjithçka që të mbërrinte në breg sa më shpejt e ishte mundur. Të gjithë po punonin në anije, duke bërtitur me njëri tjetrin, sepse stuhia kishte filluar. Mes gjithë kësaj rëmuje, një person ishte ulur qetësisht në një cep dhe po shikonte qiellin. Pikat e shiut që bilin ngadalë lagnin fytyrën e tij. Ai po mendonte se ç'kishte kaluar derisa erdhi në këtë anije. Shikonte njerëzit që vraponin përreth dhe mendonte për njerëzit e tij. Nineva, kryeqyteti i Asirisë, një qytet i pasur tregtar. Qyteti në rrugët e të cilit ai kishte ecur mirë herë, ishte larguar prej tij me dëshpërim. Ai kujtonte detyrën madhështore me të cilën e ngarkoi Allahu. U përpoq shumë që ta përmbushte atë. Ndërsa kishte humbur në mendime, papritur, një rufe goditi detin me një zhurmë të fuqishme. Anija gati sa po përmbysej nga dallgët gjigande. Njerëzit në bord nuk dinin se çfarë të bënin përballë kësaj stuhie të papritur. Filluan të diskutonin mbi arsyet e kësaj stuhie. Menduan se ndoshta ndonjë skllav ja ka mbathur nga zotëria e tij. Kështu, duke e flijuar atë, duke e hedhur në det, mund të qetësohet stuhia ose të përfundojë. Ndërsa ata po bisedonin në rreth kësaj, njeriu i ulur në cep u ngrit qetësisht. Eci drejt kapitenit me madhështi. Kush ishte ky njeri? Ai ishte një shërbëtor i dashur i Allahut, me vlera aq të larta, saqë një sure e tërë në Kur'an mban emrin e tij, profeti Yunus. Kjo është historia e merituar e profetit, i cili u gëlltit nga një peshk. Pastaj e dërguam atë te 100.000 e më tepër njerëz. Safat 147. Kështu është përshkruar në Kur'an që profeti Yunus u dërgua në popullin e qytetit Nineva, me një popullsi me mbi 100.000 banor, si një paralajmërues dhe profet, i cili i ftoi njerëzit të besonin në njëshmërinë e Allahut, teuhidin. Të paktën kështu është treguar. Kjo është një histori jetësore e treguar në hadithe dhe ajete në këtë mënyrë. Kjo është një histori që na tregon ne mëshirën e Zotit ton, dhe se një profet mund të gabojë. Gjithashtu, na mëson ne të kërkojmë mbrojtjen e Allahut në çdo situatë. Thuhet se profeti Yunus a.s. është lindur në kryeqytetin dhe kryeqendrën më të rëndësishme tregtare të shtetit të Asirisë, Nineva. Atë kohë, populli i Ninevahut adhuronte idhujt dhe statujat. Si të gjithë popujt që janë zhdukur, ata ishin ndërmëmizorët e kohës së tyre. Babai i Yunusit ishte një njeri i nderuar me emrin Amitai. Profeti Yunus a.s. ishte i njohur si një njeri besueshëm, i ndershëm dhe i dobishëm në mesin e popullit të tij. Rreth moshës 30 vjeçare, atij u dha detyrë e profecisë dhe i ftoi njerëzit e tij në teuhid. Me fjalë të tjera, në besimin e Allahut një për 33 vite. Vetëm pak e besuan atë. Të tjerët thonin: nga kaq shumë falltar, dietar dhe magjistar në mesin ton, ti je i vetmi që thua se rruga e të parëve tan është e gabuar. Ata thonin: a do të na ngarkosh me rregulla me të cilat asnjëri prej nesh nuk është mësuar? Për më tepër, ata nuk ndaluan me kaq dhe thyenin Yunusin a.s. në çdo mënyrë tjetër. E kërcënuan me vdekje, e përzun. Le ta mendojmë pak situatën ku ndodhe Yunusi a.s. Ai po përpiqej të shpëtonte një qytetërim të madh. Ai po përpiqej të hapte sytë që të shihnin të vërtetën. Ata jo vetëm nuk e pranuan, por u përgjigjen me armiqësi dhe fyerje. Ky është një nga aspektet më sfidues të detyrës së profecisë. Në këtë rast, Yunusi a.s. pavarësisht të gjithëve, i ftoi ata në teuhid me mëshirë, me vendosmëri dhe me durim. Ai kujtonte atyre dënimin e Allahut, por ata qeshnin me paralajmërimet e tij. Ata thonin: nëse do të vi dënimi, le të vi. Yunusi ishte me zemër të thyer për shkak të mohimit këmbgulës të popullit të tij. Pas urdhrit të Allahut: o Yunus, ftoi ata të pranojnë besimin edhe për 40 ditë të tjera. Ai njoftoi ata për urdhrin e Allahut dhe dënimin e tij.
Ata nuk u ndërgjegjësuan. Kaluan 37 ditë. Populli i tij akoma nuk ishte pranuar besimin. Yunusi tha: Atëherë prisni dënimin tuaj për 3 ditë, si shenjë. Ju do të shihni si fillim që detet do të bëhen të verdh. Ai la ata në një gjendje të mjerueshme, pa pritur për urdhrin e Allahut. Kjo braktisje nuk ishte për t'i ikur detyrës hynore, as i rebelim ndaj atij që e urdhëroi, por ishte vetëm një dorëheqje nga një shoqëri rebele që nuk i përgjigjej ftesës hynore. Por urdhri ishte 40 ditë, dhe ai u largua 3 ditë më herët. Një proverb thotë: Shembulli është më i mirë se fjalët. Pas Yunusi a.s. u largua, në përfundim të 40 ditëve, populli u ndërgjegjësua, qielli u errësua dhe qyteti u mbulua me tymë të zi. Të gjithë u kapluan nga frika dhe paniku. Kur fytyrat ju zverdhën dhe ata filluan të dupsohen e të dorëzohen nga shenjat e ndëshkimit, atëherë u bindën. Ata besuan dhe u penduan, i thyen të gjithë idhujt, u ngjitën të gjithë në një kodër dhe filluan të pendohen. Një qytet me qindra mijëra banor që kuptuan se do të ndëshkoheshin, ju kthyen besimit të gjithë njëherësh. Ky është një shembull i mirë se çdo gjë ka kohën e vet, a nuk është kështu? Përse nuk pati ndonjë qytet, banorët e të cilit të besonin e t'u bënte dobi besimi i tyre përveç popullit të Yunusit. Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin e poshtërimit në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqeshin edhe një farë kohe. Surja Yunus, ajeti 98. Ndërkohë që njerëzit filluan të besonin, Yunusi a.s. i panjohur me zhvillimet e reja, hipi në një anije dhe mbeti në mes të një stuhie. Bordi anijes besonin se një rob i arratisur nga zotëria e tij ishte shkaku i stuhisë dhe nëse ata do ta hidhnin atë në det, stuhia do të qetësohej. Yunusi a.s. e kuptoi se kishte bërë një gabim shumë të madh që la popullin e tij pa lejen e Allahut. Për këtë arsye, ai kërkoi ekuipazhit anijes ta hidhnin në det. Por me që ai nuk dukej si një sklav, ata vendosën të hidhnin short. Yunusit a.s. i ra shorti. Ata e përsëritën, por rezultati ishte i njëjtë. Përsëri, Yunusit a.s. i ra shorti. Me një ndjenjë faj, ai u hodh në ujërat e ftohta të detit. Megjithatë, detyra e tij akoma nuk ishte përfunduar. Allahu nuk donte që ai të vdiste në mes të detit. Ai bëri që një peshk i madh ta gëlltisë atë. Zoti i qiellit, i tokës dhe i gjithë krijesave, Allahu i plotfuqishëm, nuk lejoi që Yunusi a.s. të vdiste në barkun e peshkut, por e mbajti të gjallë. I gjendur brenda barkut të peshkut, Yunusi a.s. pa vetëm një zgjidhje për situatën e tij, tauhidin dhe lutjen. Ai u lut Zotit që ta shpëtojë nga barku i peshkut, që gjendej brenda një oqeani të errët dhe të trazuar nga stuhia. Ai tha: Vetëm Allahu, që është i plotfuqishëm, mund të më shpëtojë mua nga këta. Kujtoje Dhunnunin, Yunusin, kur iku i zemëruar e mendoi se ne nuk do ta dënojmë. Andaj thëriti nga errësira: nuk ka zot tjetër përveç teje, qofshi lavdëruar. Me të vërtet, unë kam gabuar. Surja Anbiya, ajeti 87. Duke e kuptuar plotësisht situatën dhe pafuqinë e tij, ai u dorëzua Allahut. Ai u pendua kaq shumë për gabimin e tij, dhe Allahu e fali atë me mëshirën e tij të pafundme. Peshku ishte një nëndece që e shpëtoi atë nga stuhia dhe e nxori në breg, siç përmendet në Kur'anin fisnik. Por ne e hodhëm atë në një breg të shkret, duke qenë i sëmur, dhe bëm që sipër tij të mbinte një bim kungulli për t'i bërë hije. Sure Safat 145-146. Ai ishte i dobët dhe i lodhur, por nuk pushonte së përsërituri lutjen e tij. Në breg, një tjetër mrekulli ndodhi mbi kokën e Yunusit a.s. me mirësinë e Allahut. Një pemë u rrit dhe e mbrojti atë nga dielli përvëlues. Ai hëngri nga frutat e saj dhe ju rikthye fuqia. Pra Yunusi a.s. e mori veten në atë pemë. Ai mendonte rreth popullit të tij. U thoi gjatë derisa arriti në Nineva. Kur mbërriti, populli e mirëpriti me dashuri dhe respekt. Aty ai e kuptoi se populli i Ninevahut ishte penduar dhe i kishte shpëtuar ndëshkimit. Nuk ishte më as idhuj
dhe asnjëherë s'ta rebeluar për rreth. Yunusi a.s. ishte tepër i lumtur për këtë dhe falënderoi Allahun. Yunusi a.s. ishte në një gjendje të tillë që askush nuk mund ta shpëtonte përveç Allahut. Deti ishte i ashpër, nata ishte e errët dhe ai priste dëshpërimisht në barkun e peshkut. Sikur të gjithë njerëzit të ishin mbledhur për ta ndihmuar, nuk do ta nxirrnin dot nga ajo stuhi. Vetëm Allahu që kontrollon gjithçka mund ta shpëtonte atë. Ai ju dorëzua atij. Kështu ndodhe edhe me ne, njësoj si errësira e natës, e ardhmja jon është e errët. Kjo botë ku po jetojmë është deti ynë. Shpirti ynë dhe dëshirat tona janë si peshku që na gëlltit ne. Pra, ne jemi njësoj si Yunusi a.s. Ne duhet të themi, nuk ka Zot dhe shpëtimtar tjetër përveç teje. Vetëm ti je e patmeta. Ne i bëjmë padrejtësi vetes son. Ne bëjmë gabime, gjunahe dhe duhet të kërkojmë mbrojtjen dhe faljen e Zotit të universit. Kështu historia e Yunusit a.s. na mëson shumë. Ne të gjithë kemi gabimet tona, por asnjë gabim apo gjuna nuk është më i madh se mëshira e Zotit. Nëse ne nuk i ngrem duart edhe t'i kërkojmë falje Zotit ton, duhet ta mendojmë mirë. Ne do të jetojmë edhe 20 ose 30 vite të tjera, edhe pastaj do ta lëmë këtë botë. Pastaj dyert e pendimit do të mbyllen, por tani ato janë të hapura.